Fatmir Lima letër PDK-s. Çka mendoj unë për to që Fatmiri ka drejt që ju ka shkru, edhe mos me dhonë hapësirë PDK-s, se këta e mësu që shumë zgjedhë të thonë jo për morëm, jo s'pe morëm, jo ka vend, del tjetri thët jo s'ka vend PDK, jo anena, jo knena, jo është i mirë, jo është i keq. Edhe me këtë gjest tash Fatmiri i donë dhe të dhit me ta. Ose e marrin, ose nuk e marrin. Që ose nuk e marrin, Fatmiri lu një loj shumë të fort që i qetë në dy gojtë PDK-n. Javë qetë ranat e tyne, haptas, që nuk kanë më arsye me thonë, jo po nuk na ka shkrue, jo anena, jo knena, jo ban aje, jo nuk ban. Me këtë veprim që ka bon Lima, shumë i meqëm. Edhe unë me konë vend tatina kësha bot njëjtin sen, veç me kallëzu që ose e keni për një me, ose e keni veç me mashtru poplin, që din ata PDK-s me mashtru e me rajt, ose po bëhëm bashk, edhe po ecën për para. Në që ose e kanë me mashtru, që kanë mashtru dhe pardje për Limën, tash dohen dhe të dhita të në mes tyne. Se kë veç javë kështu letrën, edhe ka thonë që unë jam gati më bashku me juve. Nëse ata nuk dojnë më bashku me Limën, atëherë dihet që ketë këto patriotizmat që qëtëshën deri dje par dje për Limën, këto binë poshtë, nuk pinë më ujë. Këto tani jesin veç rana edhe mashtrime që që ka pos zakon e adet çdo herë këta adin. Unë nuk mendoj që PDK-ja i tutet Limës, po mendoj ato që PDK-ja i ka ofendu shumë komunën e Malishevës me atë fjallën zagar që i ka thonë, edhe tash nështë nuk mujnë me përbi qatë fjallë që i kanë thonë. Sa është këgjaran, adin me thonë dikujt zagar, krejt komunës, adin një komunë, me thonë zagar, është këgja problem është me përbalu ato. E tash t'i këshyrëm këta patriotat e PDK-s, qka po reagojnë, qka po bojnë, qysh çfarë vendimi po marrin me Albinin. Ose po, ose jo. Po në qëse është jo, Lima i ka qitë në dy gojtë, se avë ka shpalu ato ranat e tyne që i kanë pas deri dje, edhe mos kanë mundësi më me rajt poplin, jo pe marrëm, jo s'pe marrëm. E për këto, për këtë gjestin e Limës, për me, adin, unë mendoj që ka bo një veprim shumë të mirë, edhe për veti me sharu senet me PDK-n, po edhe PDK-s me elon një farloj fajin që se nuk banë bashk, me thonë që ja, une ju këm shkru, unë erdha, ju nuk pranut, edhe s'kem vazhdojmë tutje. Që kjo është qëllimi i Limës, inshallah ka sukses e banë bashk, se ju, mu së më pengon e punë, le të banë bashk, sa ma shumë anena më bë bashk, më krejt opoziteshin bë bashk, me dal Albini kundra krejt atyna, dhe kush fiton, me bë qeveria në me ecë për para. Po në di që ata s'banë bashk, se i një shumë mirë, dhe kush janë, qysh janë, qka janë. Oho, se shumë njeri menon që nuk i një, i një shumë mirë, kush janë ta. Po, kryesore, ato ftyren javqet, me qëtë letër, Lima javqet ftyren PDK-s kush janë me të vërtet. Ju përshëndes deri në videon e ardhshme. Thirrje për gjithë ata që dojnë me votu Albin Kurtin, edhe nuk din qysh me votu përmes postës ose në ambasadë, e ku do të më regjistru, atëherë shkruni në TikTok privat, ku të mëni, shkruni, edhe ka me ndihmu krejt ata që dojnë me votu Albin Kurtin. Ata që dojnë me votu opozitën, në shkojnë të ata të opozitës, nuk kanë punë me mu. Me mu kanë veç ata që dojnë me votu Albin Kurtin, edhe s'ka tjetër. Nuk mirë na me opozitë. Ata i kanë të vetë, na i kem tundë. Për juve që nuk dini, shkruni
edhe sot ka mundësi ka me avkëthy përgjigjen se cilët me ndihmu se qysh do të me votu me post. Edhe mos harroni me votu deri në dilën pres që më bon 60.000, mas pakti 60.000 njerëz që pe mërgatës që votojnë Albin Kurtin. Mos më thoni te masanena jo po se kum dite jo po mos ankoj, do të me votu edhe me fitu Albini. S'ka te masanena me thonë jo po nuk fitoj, jo po ra, jo po ngrit. Votu edhe ti, ki ku kje, kollaj është. 2 minuta punë, hen internet, tak, 2 fotografi, edhe u kry puna. Edhe pështën. Për dykyjit e ku ka shqetsu shumë për vendimin e gjykatës speciale. Po jo më pas shqetsu që ka shumë, ma kalaj se kështë votu heqë edhe se kështë shqetsu sot për të vendime. Për esoj gjykatës që i keni bo jo, nuk pritën tjera sa në të mira. Që se vendime pritën, se e keni bo jo, e keni votu jo, jo e keni dhonë drejten që ata me vendosë me thonë qka dojnë. 82 deputet shqiptar janë që kanë votu gjykatën. Shqetësime të dosh mi pas, mati, jo tash o vën. Albin Kurti i pas ka ba ofert PSD-s. 2 ullse në Debat Plus, edhe 1 ullse në Klan Serbia. Nuk mujta më dëru pa bo që të video se posh dikon TikTok, edhe ja kështë donë ministrin e akullorës. Tash i forqa që e kështë menu që do. Sa ma shumë që Albini pilen me hongër më të madhët shtypit që ta gazetare, analista, Albini veç përritet. Albini ka kuptu që njerëzt edhe që ta analista gazetar që për çdo ditë hajnë me të madhët shtypit, edhe sa ma shumë që hajnë, Albini rritet. Ky këtësen e ka kuptu qysh mati. A ke po as nuk i interesan puna tyne shka thojnas, as nuk mirët me ta, qka për thet filane, qka thet aj tjetëre, qka thet aj tjetëre. Heq bre nuk është ka anin për ta, po e ka kuptu që milion të lirë këta zagart, që janë pagum ka 25 herë në ditë, atina veç për rritën votat. Se këta janë zagar, e zagare kur folë, dje që e rritën poplin, nuk mundet me dhonë votë. Albini këta 20 vjetë për atyne është me politikë. Shumë larë janë të. Për me janë të latë me të argjena për tyne.